Sa herë të vjen stina e dimrit, sa herë të vjen të ftoftit e dimrit, ma kujton një teori brillante të një filozofi gjerman, Schopenhauer, përkitazi me dilemen psikologjike dhe sociale të një individi i gjendur midis dy alternativave. Mes alternativës së izolimit nga të tjerët dhe alternativës së komunikimit dhe mbajtjes së lidhjeve me të tjerët, në kërkim të një pike të mesit, ku do të ishte e favorshme, domethënë për secilin person. Teorinë e tij e quan dilema e Iriçve. Teoria e tij i referohet shembullit të një grupi të Iriçve, një dimër të ftoftë. Ishin bërë bashk në mënyrë që ta arrinin ngrohtësinë dhe t'i shpëtonin acarit të ftoft. Mirë po sa herë bëheshin bashk për të arritur ngrohtësinë, domethënë i pengonin therrat e njëri tjetrit, pra ndjenin dhimbjen e therrave të njëri tjetrit. Prandaj detyroheshin të largoheshin prap nga njëri tjetri. Sa po largoheshin nga njëri tjetri, e ndjenin ftoftin acarin dhe ktheheshin prap, por prap i pengonin therrat e njëri tjetrit. Kështu që në një moment caktuar, ata u gjenden në një trekëndsh. Në njërin anë ftofti, në anën tjetër afërsia prodhonte të ngrohtit, dhe anën tjetër dhimbja e atyne gjembave apo therrave që i kishin secili prej tyre. Duke ikë prej të ftoftit, duke kërkuar të ngrohtit dhe duke u ruajtur të mos therren me njëri tjetrin, e gjetën atë pikën e duhur, ku edhe do të ngrohen, ku nuk do të kenë shumë acar, por edhe nuk do të ndjejnë dhimbjen e therrave të tyre. Në jetë, patjetër na duhet arti i distancës midis nesh dhe të tjerëve. Sa ma shumë që e avancojmë këtë art, aq ma mire bëjmë jetën me të tjerët. Jo afërsi sa të digjesh e të therrësh nga të tjerët, po jo dhe largësi sa të ngrihesh nga të ftoftit. Këtë kjo ideja Schopenhauer ma kujton njërin nga mësimet ma fisnike me të cilat ka ardhur feja e Zotit. Dhe ajo është ta mësoj njeriun të gjejë gjithmonë mesin në mes ekstremeve të jetës. Faktikisht, njëra nga stadet ma fisnike në cilat synon feja ta ngres një fetar, një musliman ose një muslimane, është stadi ku ai jeton në ekuilibër me gjitha ekstremet e jetës.